do duhet mos të fokusohemi vetëm tek pensionet, pasi për çështjen e pensioneve besoj që tani më jemi në një fazë tjetër. Ne kemi pasur shumë problem faktin që nuk arrinim dot të rrisim pensionet, faktin që ndërkohë filluan të rriten pagat e filluan të vijen në vijë edhe investimet pas një periudhe shumë të vështirë kur na u desh të lanim shumë borxhe, përsëri kur vinte puna tek pensionet e kishim të pamundur dhe ndesheshim në mënyrë të vazhdueshme me këtë stres nga ana e pensionistëve që realisht e kanë më të vështirë se të tjerët. E vetmja gjë që kemi bërë për vite të tëra ka qenë indeksimi i pensioneve, por indeksimi i pensioneve nuk është rritje në kuptimin e vërtet fjalës. Dhe ajo që unë ju kam thënë dhe kam përsëritur në të gjitha rastet kur pyetesha ishte që e vërteta na pengonte të shkonim tek pensionet sepse ekonomia nuk ishte në gjendje të na mbështeste një plan real rritje. Më në fund, ashtu si kundër e kishim dëshiruar dhe ashtu si kundër kishim përqendruar gjitha forcat për t'ia dalë, erdhi momenti kur ekonomia na e krijoi këtë mundësi. Dhe për këtë arsye, duke filluar nga janari i këtij viti, juve merrni pensione më të larta. Dhe për këtë arsye, në çdo janar, pensioni do të rritet për gjithë muajt në vijim të çdo viti dhe janarin e ardhshëm rritja do të jetë 2 fishi i rritjes së këtij janari. Janarin e 2028-s rritja do të jetë 3 fishi i këtij janari, në 2029 4 fishi dhe në 2030 5 fishi. Për të arritur tek ajo shumë e cila na jep mundësinë që të realizojmë objektivat që kemi shpallur për ju dhe në ndërkohë mbi bazën e një plani të mbështetur financiarisht nga buxheti dhe planifikuar në buxhet, i cili nuk lëviz. Dhe thënë kjo, ne ndërkohë kemi diskutuar edhe për të tjera ndryshime që do të bëjmë në skemën e pensioneve për të thelluar reformën e pensioneve, duke filluar të krijojmë edhe një hapësirë tjetër për gjithë ata që do duan të kursejnë më shumë për të pasur një pension më të lartë në të ardhmen, ku shteti do të fusi kontributin e vet. Po ashtu do të rishikojmë edhe skemën aktuale për pensionistët e vetpunësuar dhe për ata që vazhdojnë të punojnë, pasi ka dhe aty hapësirë për të bërë disa ajustime, të cilat përsëri shkojnë në favor të pensionistëve, në ndërkohë që kemi diskutuar edhe mbështetjen për invalidët, të cilët kanë të drejtë të kërkojnë që të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për momentin kanë një diferencim. E vërteta është që sidoqoftë ai që për shkak të punës ka humbur aftësinë për punë, nuk mund të lihet mbrapa atij që s'ka punuar asnjëherë për shkak të aftësive. Dhe do ta korrigjojmë dhe këtë, por thelbi i gjithë këtyre që po them është ekonomia. Është ndryshimi domethënës i ekonomisë tonë që na i jep këto mundësi. Se të gjitha këto janë gjëra të drejta. Lajmi i mirë sot është që i kemi këto mundësi. Lajmi i mirë sot është që kemi kaluar
në një tjetër nivel, qoftë në aspektin e prodhimit të përgjithshëm, e kemi marrë vendin me 90 miliardë euro në total, dhe sot jemi në afro 27 miliardë. E kemi marrë vendin me të ardhura për frym 93.000 euro në vit, sot jemi mbi 11.000 euro. Dhe vetëm nga 2024 në 2025 të ardhurat për frym janë rritur me mbi 1.000 euro në vit. Që do thot jemi në kushtet kur edhe rritja ekonomike e qëndrueshme na ndihmon. Na ndihmon të adresojmë shumë çështje që duheshin adresuar, por s'mund të adresohesh. E kemi marrë vendin me 2 milione ca turist, ndërkohë që sot jemi tek 12 milion turist vizitor me pasaportat huaja. Ku hyn edhe ata shqiptarë që kanë pasaportat huaja, patjetër që vinë në Shqipëri për pushime, po kështu kalkulohen në të gjithë botën. Pasaportat e huaja, 12 milion. Dhe në atë kohë kemi pasur 300-400 milion euro investime mesatarisht të huaja, sot jemi mbi 1.5 miliardë. Dhe prap ka hapësirë për të bërë më shumë dhe prap kemi plane për të bërë më shumë. Por ajo që juve e dini shumë mirë dhe ju faktikisht politikën e dini më mirë se tjerët, edhe prandaj në shumicë dërmuese votoni që kjo qeveri të vazhdoj punën, se njihni më mirë politikën se tjerët. Dhe duke qenë se ju e ndiqni politikën aktivisht dhe e njihni politikën më mirë se 99% e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, unë dua të them diçka tjetër, që kemi pasur një rrugë të vështirë edhe për një arsye që siç e shihni është gjithmonë më e pranishme. Gjërat që ndodhin jashtë vullnetit tonë, gjërat që nuk i vendosim ne, po duhet i përballim. Që nga pandemia e tërmeti, tek lufta në Ukrainë dhe tani tek lufta në lindjen e mesme, që vjen këtu tek çmimi i naftës, i cili befasisht kërcen jashtë çdo lloj parashikimi, dhe që shpresojmë që ai armëpushimi 15 ditor të çojë në një zgjidhje përfundimtare,